ju garantoj që do të jem 24 orë në 24 kushdo problem apo koleg do ketë apo varësi do ketë problematike për të informuar apo për të dhënë për të patur në çdo moment të kontakt. Dhe pa diskutim me ministrin, pa diskutim edhe me kryeministrin. Gjej rastin në këtë moment, sinqerisht, pavarësisht që me zonjën ministre, qoftë me kolegën, ish kolegën Filameti, apo me kryeministrin e Shqipërisë Zoti Rama, kemi qenë në përballë njëri tjetrit, sepse kështu funksionon demokracia, një palë është majorancë, një palë tjetër është opozitë, por kurrë se kemi parë njëri tjetrin si armiq, por për të punuar dhe për të luftuar për të qenë diçka më mirë më përpara për Shqipërinë. Dhe për mua kjo është një sfidë, është një dorashk e hedhur nga kryeministri për të përmbushur këtë detyrë. Nuk është privilegj, absolutisht, është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, pavarësisht që vin nga sistemi i drejtësisë për 15 vite dhe 20 vite në politikë, dhe që kemi pasur mundësi të njohim shumë gjëra.